نور على نور ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë I dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, pasi që jemi në ditën e parë të fillimit të ditëve të muajit të shenjtë të Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhul-Hijjes, ditë me vlera shumë, dhe kërkojmë pra leje nga dersi I zakon që e kemi para xhumos që flasim për njohurit dhe ato obligimet dhe çka preferohet për besimtarin, për khatibin të ditës më të mirë në të cilën lindi dielli në ta. Mormi leje që sot të flasim rreth disa ritualeve të Allahu Gjelle Gjelaluhu në këto dita të veçanta të Allahu Gjelle Gjelaluhu, 10 e parë të ditëve të Dhul-Hijjes, në të cilën gjendemi pra sot në fillim të tij, janë disa rituale të Allahu Gjelle Gjelaluhu që kryhen një obligim I madh, që veprohet dhe kryhet obligim I Allahu Gjelle Gjelaluhu në vendet e shenjta për ata të cilët kanë shkuar që ta kryjnë këtë ritual të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe këtë obligim haxhin në vendet e shenjta të caktuara të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe një ashtu ngel ritual madhor në fen tonë në Islam I Allahu Gjelle Gjelaluhu për ata të cilët janë në vendet e tyre që nuk kanë arritur të shkojnë edhe të kryejnë këtë obligim, është një ndër veprat më të mëdhaja të ritualeve të Allahu Gjelle Gjelaluhu që me to afrohet robi të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe ajo është therrja e kurbanit dhe derdhja gjak për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu, që me këtë vepër o vëllezër njeriu dhe robi duke e vepruar ato arrin devotshmërin dhe se madhrimi I këtij rituali të Allahu Gjelle Gjelaluhu është një shenjë e devotshmërisë së zemrave të robëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe se Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an tha: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, kushdo I cili I madhëron dhe I shenjtëron dhe I madhëron ritualet e Allahu Gjelle Gjelaluhu, ritet e Allahu Gjelle Gjelaluhu të caktuara, atëherë kjo është një shenjë nga devotshmëria e zemrave. Dhe se me veprimin dhe me realizimin e këtij obligimi të Allahu Gjelle Gjelaluhu, në të cilën është një ritual I Allahu Gjelle Gjelaluhu që Allahu Dhul Gjelal këta e bëri jo vetëm për këtë ummet, por Allahu Gjelle Gjelaluhu e caktoi por gjithë ummetet dhe më të mëhershëm që të derdhet gjak. Ka qenë e njohur që të therret kurban dhe të derdhet gjak. Për hir të Allahu Gjelle Gjelaluhu si ofrim vepër me të cilën afrohet robi të Allahu Gjelle Gjelaluhu me ta dhe në ummetet e mëhershëm.
Kur Allahu xhalla xhelalu në Kur'an tha: "Wa li kulli ummetin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am." Tha Allahu xhalla xhelaluhu, na për çdo ummet kemi caktuar për to një ritual me të cilën ato me to të përmesin Allahun xhalla xhelaluhu ndaj atyre të cilët i kemi furnizuar prej kafshëve me të cilët Allahu xhalla xhelaluhu ju ka dhuruar atyre. Dhe një ashtu o vëllezër, tha Shejх Islam ibn Taymi rahimullah, se një ndër ritualet dhe veprat më të mëdhaja gjatë këtyre ditëve që robërit përgatiten për të kryer në Islam është pra therrja e kurbanit, për shkak se Allahu xhalla xhelaluhu tha e ka shoqëruar therrjen e kurbanit me namazin. Kur Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an tha porositi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë kështu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Tha Allahu xhalla xhelaluhu porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Thuaje Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se namazi im, therrja ime, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhalla xhelaluhu." Këto vepra kryen vetëm për Allahun xhalla xhelaluhu dhe ofrim vetëm te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe se me realizimin e këtij rituali arrin devotshmërinë dhe ngrit gradat tua te Allahu xhalla xhelaluhu, ofrim te Allahu xhalla xhelaluhu, që Allahu në Kur'an tha: "La yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Nuk arrin te Allahu xhalla xhelaluhu as mishi e as gjaku, por te Allahu xhalla xhelaluhu arrin devotshmëria me të cilën në jetën e sinqert që me ta dëshiron me këtë vepër të mirë të afrohesh te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe se padyshim kështu është njohur o vëllezër të gjithë fjala kurban, me të cilën njihet edhe te na, përdorimi i fjalës së shumt kurban, që kuptimi i fjalës kurban. Çka do të thotë fjala kurban? Fjala kurban do të thotë afrim me ndonjë vepër të mirë te Allahu xhalla xhelaluhu, edhe duke u përdorur shumë për therrjen që therrët dhe derë dhe gjak për Allahun xhalla xhelaluhu kurban, atëherë pra është quajtur dhe është e njohur dhe te gjuha jon që është bërë domethënë si universale kurban, që të therrësh kurban për Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe ka qenë e njohur dhe të mëhershmit, edhe në Kur'an përmendet në disa ajete fjala kurban. Për atë pra që në umetet e mëhershëm, që Allahu xhalla xhelaluhu e obligoi dhe ishte të secili umet që ta ketë këtë ritual, që ato të therrin dhe të përmendin Allahu xhalla xhelaluhu në kafshët që Allahu xhalla xhelaluhu ju ka dhuruar dhe i ka furnizuar Allahu xhalla xhelaluhu me ta, e gjejmë në Kur'an dhe të bita Ademit alayhi salam, që kur patën ata polemikën e tyre në mes veti, Allahu xhalla xhelaluhu i porosit që ato të therrin nga një kurban. E kujtja pranon Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë do të thonë kjo është caktimi Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu ja ka pranuar atë vepër dhe ai do të jetë man hak dhe man të drejtë. Kur tha Allahu xhalla xhelaluhu: "Watlu alayhim naba ibnay Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Allahu xhalla xhelaluhu tha: "Recitojo atyre lajmin e bijve, dy bijve të Ademit alayhi salam. Kur ata patën polemikën e tyre mes veti Habili dhe Kabili, për martesën e tyre që Kabili dëshironte që ta merr atë vajzën në të cilën i takonte Habilit në kohën e Ademit alayhis salam, dhe mosmarrveshja e tyre derisa i porosit që të therrin nga një kurban, e kujt ja pranon Allahu xhalla xhelaluhu, ashtu pra vepra e tij është në rregull dhe ai është në hak. Dhe se ju pranua njërit dhe nuk ju pranua tjetrit, çka tha vllavi tjetër? La aqtulannak, unë do të mbis ty. Pse kështu? Tha Allahu yataqabbalu min almuttaqin. Allahu xhalla xhelalu pranon prej të devotshmive. Therrja kurban, afrim te Allahu xhalla xhelaluhu me qëllimin e zemrës tënde, dhe madhërimi i këtij rituali është nga shenja e devotshmërisë së zemrave të robëve të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe një ashtu është cekur o vëllezër fjala kurban, dhe ka qenë e njohur dhe te umetet e të tjerëve. Mirë po kur kanë marrë këto si
plaçka ndonjëherë të luftës, apo si thirrjet e kurbanit, ka qenë si zakon të Beni Israelit që të zbret zjarri edhe të gëlltit atë kurban, apo atë vepër ato të tubime, të cilët i kanë tubuar të tyre, kenë ato ndoshta edhe nga plaçkat e luftës që nuk i kanë pas të lejuar, i kanë tubuar që të zbret zjarri dhe të gëlltit atë kurban me të cilën ato e kanë vepruar. Dhe tha Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, një herë i erdhën disa nga jehudët te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë për ajetin Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu dhe xhelal thanë në Kur'an në surën Al-Imran, alladhina qalu inna Allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Tha Allahu xhalla xhelaluhu ata të cilët thanë, erdhën te pejgamberi sallam dhe i thanë se Allahu xhalla xhelaluhu ka marrur një beslidhje tonë dhe na ka porositur që na mos të i besojmë ndonjë të dërguari që vjen, përderisa ai të na sjell një kurban me të cilën të zbret zjarri dhe ta gëlltit ato, atëherë si shenjë, si mucize i këtij pejgamberi për ta besuar, të jetë pra zbritja e zjarrit me të cilën e gëlltit kurbanin e tij, si shenjë. Dhe se tha Ata ibn Abi Rabah, ishte të Beni Israelit me të cilët pa të bënë Allahu xhalla xhelaluhu për to kështu që si argument, si shenjë që i porositi Allahu xhalla xhelaluhu që mos të i besojnë kur të vjen ndonjë pejgamber derisa të shohën këtë mucize, që ai të therrë një kurban dhe të zbret zjarri dhe ta e gëlltit ata zjarri. Edhe kështu ka qenë e njohur derisa të vjen tha der te Isa alayhis salam apo te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto vjen me këtë pretendim me të cilën nuk e kishin praktikuar, që të i thonë se e kemi marrë këtë beslidhe të Allahu që na, kur të vjen një i dërguar të therim kurban. Tha Ata ibn Abi Rabah, tha Beni Israelit e thernin kurbanin dhe vendosnin në shtëpinë e tij e tyre, apo në një vend të hapur dhe vinte pejgamberi tyre për të cilën pretendonte dhe thonte që është pejgamber, kur vinte një pejgamber bonte lutjet e tij, tha zbritte zjarri nga qielli i bardh patym dhe gëlltitte ato, dhe kjo ishte shenja e pranimit. Mu përat pejgamberi s.a.s. pra, kur vinë këtu në këtë ajet e Allahu xhalla xhelaluhu, që të argumentohen përsëri dhe të thonë se na do mi të shohmi për ty diçka, një kurban me të cilën e gëlltit zjarri, që të besojmë. Atëherë Allahu xhalla xhelaluhu në këtë ajet ju tha: "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin." Tha Allahu xhalla xhelaluhu, thuaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ju erdhën të dërguarit me argumente të qarta para meje, dhe me këtë të cilën ju e thoni, me këtë argument, me këtë mucize, që të vjen me kurban, po ju kur i pat argumentet me kurban, që e gëlltit edhe zjarri, dhe ju përsëri i mbytët atë. Pse i mbytët atëherë nëse i pat argumentet? Po kështu ajeti Allahu xhalla xhelaluhu na sqaron se ka qenë pra njohur që gjithherë të therrët një kurban për hir të Allahu xhalla xhelaluhu, ofrim te Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe se kështu kanë vepruar edhe ato të cilët i merrnin për zota si ofrim për te Allahu xhalla xhelaluhu. Në surat Ahqaf Allahu xhalla xhelaluhu tha: "Falawla nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha." Pra në vendin e të cilët ceket fjala kurban në Kur'an, është dhe kjo në surat Ahqaf që tha Allahu xhalla xhelaluhu, kur ne i shkatëronim umetet e mëhershëm, pse nuk ju ndihmuen ato zotat në të cilët pretendonin dhe thoshin se janë i kemi marrë për të më afruar te Allahu xhalla xhelaluhu. Pra e gjitha kjo rrjedh o vëllezër që fjala kurban pra nën kupton afrim, veprimin një veprës me të cilën të afron te Allahu xhalla xhelaluhu. Derdhja gjak dhe osha e sakrifica me të cilën afrohet njeriu te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe se si dispozit në të cilën zbritën ajetën e do dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në gjuhën arabe quhet udhhiya. Fjala udhhiya do të thotë sakrifica e therrjes së kurbanit. Në kuptimin gjuhësor, një ashtu në ato të fiqhut në të cilën nën kupton derdhja gjak. Dhe sakrifica e therrjeve së kurbanit në ditët e Bajramit, që fillojnë prej ditës së Bajramit dhe ditët e Teshrikut 3 ditat pas. Dhe se këtu qëndron polemika e dietarëve në dispozitën e therrjes së kurbanit. Përse ngeli kjo therrje e kurbanit të na dhe të preferohet që njerëzit gjatë këtyre ditëve të vlefshme të përgatiten që ato të jenë të gatshëm që të sakrifikojnë për Allahun xhalla xhelaluhu deri në gjak, për hir të Allahut xhalla xhelaluhu si vepër të afrimit.
dhe dispozita sheriatike që ndëron në to, duke polemizuar dietarët apo të ndarë në dy mendime. Mendimi i parë i dietarëve në dispozitën se si qëndron dispozita hukmi i kurbanit, që ta dinë muslimanët të gjithë se çfarë dispozite kemi dhe çfarë hukmi ka therrja e kurbanit në këto dita. Dispozita, o vëllezër, në mendimin e parë të dietarëve, të cilët shkuan në ato se është wajib dhe është obligim, janë prej tyre mëdhhebi Abu Hanifës, Auzaiut, El-Lejthiu dhe një transmetim nga Imam Ahmedi, dhe këtë mendim e zgjedh Shejх Islam ibn Taymija rahimullah, i cili tha se kjo është një vepër e cila e qarta apo e dukshmja e saj duket në argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit pejgamberit sallam se është obligim dhe është e detyrshme. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu urdhënoi për kurbanin tha në Kur'an sikur që urdhënoi për namazin. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu në surën të cilën ju e njihni dhe e dini të gjithë, surja më e shkurtër në Kur'an, surja Inna atajna kel kauthar, el kauthar. Allahu xhelle xhelaluhu në tasi tha, fasalli li rabbika wanhar. Falu për Allahun xhelle xhelaluhu, për Zotin tënd dhe therr kurban. Urdhënohet për kurban ashtu sikur që urdhënohet për namaz. Dhe një ashtu hadithet me të cilën si argument të këtij mendimi të cilët shkuan në obligueshmërinë wajib, është hadithi në të cilën transmeton Imam Muslimi nga Gjundub ibn Sufjan, i cili tha kam prezantuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në namazin e Fitr Bajramit, në namazin e Kurban Bajramit, pasi që e falëm atë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha shikoj dhe po disa të cilët kishin therrur kurbanat e tyre dhe mishat të cilët i kishin bërë para se të falin namazin, e erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te to pas namazit dhe ju tha: "Men kana dhabaha udhiyatahu qabla an nusalli." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kush do që ka therrur prej jush kurbanin e tij para se të falim namazin, pra për namazin e Bajramit, tha falyathbah makanaha ukhra. Le të therr në vendin e saj tjetër kurban. E kush nuk i ka therrur, atëherë le të therr bismillah në emër të Allahu xhelle xhelalu. Argumenti bra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si obligueshmërin hadith tha e obligon atë i cili ka therr para që të therr pastaj një kurban në vendin e saj kurban tjetër. Një ashtu hadithin që transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men wajada sa'atan falam yudahi", kush do i cili e gjen lirshmëri apo mundësi për të thjerrur kurban edhe nuk therr, fala yaqribanna musallana. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mos të i afrohet faltores tonë. Kush do i cili e ka mundësinë për të therrur kurban dhe nuk therr, tha mos të afrohet faltores tonë. Por në këtë hadith ka fjalë të dietarët dhe se rrjedhin pra disa argumente të tilla me të cilët u argumentuan në ta për therrjen e kurbanit ato dietarë të cilët thanë se është wajib. Te mezhebi Hanafi dhe të tjerët dhe këtë mendim e zgjedhë dhe Shejх Islam Taymija rahimullah dhe një numër i madh i dietarëve. Mirë, po mendimi i dytë o vëllezër, i cili qëndron te dietarët se është sunnet i fortë therrja e kurbanit të ditës së Bajramit dhe ditat të cilat vijojnë. Është sunnet i fortë dhe në to shkuan shumica, xhumhuri i dietarëve, shumica e dietarëve me të cilët në to janë mezhebi Shafi, edhe një fjalë domethënë te mezhebit Maliki, edhe mendimi i dytë apo transmetimi i dytë i Hambelive apo Imam Ahmedit, edhe një ndër dy transmetimet e Ebu Jusufit të mezhebit Hanafi. Pra mezhebi Shafi, mezhebi Maliki, transmetimi nga Imam Ahmedi, i tjetri dhe njëri nga dy transmetimet e Ebu Jusufit të mezhebit Hanafi. Edhe në to shkuan dhe ndjekën pra një shumicë e dietarëve këtë mendim që është sunnet i fortë, duke u argumentuar me hadithin që transmeton Imam Muslimi të Ummi Salames, e cila tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Idha dakhalat al-ashr", kur të futen 10 ditët e para të Dhulhijhes, "wa arada ahadukum an yudahhiya", dhe dëshiron ndonjëri prej jush që të therr kurban, atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a", mos të prek nga flokët e tij dhe nga lëkura e tij asnjë send.
transmetimin tjetër, tha mos të shkurton apo të prek nga thënjet e tij apo nga flokët e tij e trupit e tij asnjë send. Pra ky hadith o vëllezër, në këto thanë se pejgamberi sallam argumentimi është se tha kush dëshiron që të therr. Pra ai që i cili dëshiron mos të i prek këto. Për ato kjo shkurtesë kështu që të njoftohemi me ditët e para, me të cilët kush e ka niyetin që të therr kurban, pra ai në këto një ashtu ndryshuan mendimet e dietarëve që është mirë dhe preferohet që mos të prek flokët e tij dhe nga likura e tij diçka apo të i shkurton thënjet e tij. Dhe se si qëndron kjo meselen, një ashtu ndryshuan mendimet e dietarëve në ato të cilën tre mendime atë mendimin në të cilën shkuan dietarët si Ebu Hanife dhe një rivajet nga Malikit, të cilët thanë se nuk është mëkat, dhe është e lejuar, nuk është problem që të merren për atë i cili therr kurban. Mendimi i dytë nga Malikit në ato të cilën mbështeten Malikit dhe Shafit, është se është mekruh, është e urrejtur që të preken flokët të shkurtohen dhe të shkurtohen thonjët. Pra për ata të cilët dëshirojnë që therrin kurban. Po ashtu mendimi i tretë shkuan në ato e cila është e ndaluar dhe është haram për shkak hadithit të Ummi Selemes, dhe këtë mendim e ka medhebi Hanbeli dhe ato të cilët e pasuan këtë mendim prej tyre të cilët e zgjedhën si Ibn Qayyim rahimahullah, prej dietarëve të cilët janë bashkuhor si Ibn Baz dhe Sheikh Uthaymini rahimahullah. Këto shkuan në ato në të cilën pra është e ndaluar dhe është haram marrja apo shkurtimi i flokëve dhe i thonjeve për ata të cilët therrin kurban që ditët këto dhe ditët e Dhul-Hijjes. Por si qëndron dispozita o vëllezër shkurt, pra nëse e therr kurbanin dhe ai shkurton flok apo shkurton thënjët e tij, a është kurbani i tij valid, a është i sakt? Pra të dietarët të gjithë thonë se është kurbani i sakt dhe nuk ka nevojë që therraj përsëri kurban. Duke shkuar në ato polemikën e dietarëve se disa prej tyre thanë është sunnet dhe disa prej tyre thanë është urrëti, disa thanë se është e lejuar. Pra në to që është kush ka mundësi që të ruhet, është mirë, por kjo ndodh kur ta blen kurbanin. Në moment që e ke bërë niyetin, e ke marr kurbanin, atëherë është mirë të i ruash nga shkurtimi i flokëve apo heqja e kimeve apo shkurtimi i thonjeve e kështu me radhë. Pra kjo si dispozitë e shkurtë vëllezër në to me të cilën qëndron. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu dhe xhelat na i lehtëson këtë ritual të Allahu xhelel xhelaluhu dhe të na mundson sa më shumë që të therrim kurban dhe të afrohemi te Allahu xhelel xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.